përshëndetur këtë veprimtari dhe për të ndarë me ne mesazhin e tij, kam nderin të ftoj kryetarin e Komunës së Pushtrisë, zotrin Ferit Idrizi. I nderuar kryetar, fjala është për ju. Faleminderit shumë të nderuar autor të librit, profesor Ferki Përçuku, profesor Emrush Përçuku, i nderuar recensent profesor Bedri Tahiri, i nderuar drejtoresh e kulturës Medina Vonjaku, i nderuar drejtor për diasporë dhe integrim evropiane Agron Përçuku, i nderuar ish kryetar i komunës me bashkëshorten veteran të arsimit Libran Përçuku dhe Nermije Përçuku, profesor universitar, lexues të librit, dashamirës të librit të fjalës së shkruar, familje Përçuku, të gjithë ju të pranishëm. Fillimisht më lejoni t'ju falenderoj që jeni sot prezent për të nderuar punën krijuese dhe jo vetëm kaq të dy autorëve, të dy studiosëve, profesorëve, të dy gjyqtarëve, të dy veteranëve të arsimit, të dy kontribuesve të çështjes kombëtare, dy personalitete, drejtuese të arsimit në shkollat e Komunës së Pushtrisë, profesor Ferki Përçuku dhe profesor Emrush Përçuku. Vetë përzgjedhja e titullit të librit të tyre është shumë domethënëse, sepse në njësi dhe detaje bëhen krijimtari të mira, është kulmi i një vepre, i një pune artistike. Pra, me përkthyesjen e gjuhën popullore, çdo herë kur krijojmë diçka, ajo sita e im, ajo nuk lën diçka e filtron një materie, një punë kërkimore, shkencore. Dhe me të drejtë, autorët, me që i përkasin të dytë kësaj fushë të studimit gjuhë dhe letërsi shqipe, e kanë mbajtur dukurinë se në shoqërinë tonë kemi probleme jo të pakta me shkrimin e gjuhës shqipe. Madje, unë kam parashtruar një pyetje që po e them publikisht e për të cilën do të prisja përgjigje kurdo që është e mundur, si ka mundësi një ere jonja që një gjuhë të huaj, qoftë gjuhën angleze, gjuhën frenge, gjuhën gjermane, ta mësoj, ta shkruaj dhe ta flas rrjedhshëm, pa gabime në nivel akademik, ta mësoj për 2 vite gjys. Ndërkaq që gjuhën anëtare, gjuhën e nënës, përpos që kemi gjuhë anëtare, e mësojmë në arsimin fillor, të mesëm të ulët, të mesëm të lartë, e tashë përqëdi edhe në arsimin universitar dhe prapë lëshojmë shumë gabime drejt shkrimore. Për mos me zgjatë, përgjigjen do e presim kushdo që na e ka më vonë, por unë dua edhe një herë të falenderoj për këtë punë, t'i përgëzoj, por më tepër të falenderoj edhe për kontributin që kanë dhënë në edukimin dhe arsimimin e shumë gjeneratave në kohrat më të vështira, por edhe në kohën e verisë. Dua t'i falenderoj edhe në numër të profesorëve universitarë dhe krijuesve që i kemi këtu, që janë prezent, ndërkaq që autorëve ju dëshiroj shëndet dhe kërkoj që vazhdojnë edhe me vepra të tjera me krijimtaritë e tyre, sepse këtu që shkruhen mbesin, kalojnë në dorën e lexuesve, po edhe lënë gjuhën, për ndryshe atë çka e flasë mund të harrohet shumë shpejt. Edhe me mirë se erdhët të gjithë dhe faleminderit shumë. Faleminderit, i nderuar kryetar. Për shoqën është bashkangjitur edhe ish kryetari i komunës, zotri Bajram Mulaku. Mirë se erdhët, zotri Mulaku.
Tash shiftoj recenzentin e librit, profesor Bedri Tahiri, I cili do të paraqes vlerësimin e tij për veprën Imtësi të normës letrare. Të nderuar autorët e librit që sot po përorojmë Ferke Emrosh Përçuku, I respektuar kryetar Ferit Idrizi, dashamir edhe të klasi falëdor e kulturës kombëtare. Ndërkombëtar të dashur që jeni krenaria jonë, të nderuar pranishëm, kolegë, familje dëshmorash, veteran të arsimit e luftëtar, dashamir të librit dhe ju gjithë pranishëm. Kumtesën time kom titulluar Thirrje për pastërti gjuhësore dhe me një titull nga Paikonica që thotë: Rujtja e gjuhës është detyrë mbi detyrat për çdo shqiptar. Kjo është moto e punimit. Gjuha letrare shqipe është një arritje e madhe kulturore e cila krijon një formë të përbashkët komunikimi për të gjithë shqiptarët. Ajo përdoret në arsimin, mediat, administratën, letërsinë dhe ndihmon në rujtjen e identitetit gjuhësor dhe kombëtar. Megjithatë, gjuha ndryshon me kohën dhe ndikimet dialekteve apo gjuhët e huaja që janë të pashmangshme. Sfida kryesore është të ruhet standarde në kontekstin formal, ndërkohë që përdorimi I gjuhës në jetën e përditshme mund të mbajë fleksibilitet dhe pasuri kulturore. Në këtë mënyrë, gjuha letrare jo vetëm që ruhet, por dhe zhvillohet duke përshtatur me nevojat e kohës. Edhe pse kaloi më shumë se gjysmë shekulli nga formimi I shqipes letrare, në zbatimin atyre norma, sidomos në drejtshëm, po paraqiten në vështirësitë e natyrave të ndryshme. Dhe këto shqetësime të arsyeshme po vrosin syrin në rand të parë profesionistëve, gjuhëtarëve të mirëfillt. Të tillë janë edhe dy gjuhëtarë kushtrejat që dijet e tyre për gjuhën I kanë kultivuar për vitet të tëra me nxënës, dy të palodhur Ferke Përçuku e Emrosh Përçuku, të cilët mendjet e tyre I kanë përbashkuar në doracokën a praktikuar si ta quajmë gjuhësor I mësimit të normës letrare. Autorët, moto të librit kanë vendosur mendimin e profesor Iso Bajqincës, I cili thotë, citoj: Në kushtet e ndarje dhe qarje më të mëdha brenda trojës shqiptare, standarde përbën të hallkën më të rëndësishme të rrugës së bashkimit kombëtar, të krijimit të identitetit kulturor, një për të gjithë shqiptarët. Mbaron citatin. Libri Mësimi I normës letrare I autorit Ferke Emrosh Përçuku paraqet një kontribut të rëndësishëm në fushën e studimeve gjuhësore shqipe, duke fokusuar në hollësitë dhe nuancat të përdorimit korrekt të gjuhës standarde. Qëllet titull vepra sugjeron një qasje të përqendruar të detajet, ato elemente të vogla por thelbësore që shpesh neglizhohen në përdorimin e përditshëm të gjuhës. Pra vetë titulli sugjeron një vepër me karakter të thelluar shkencor në fushën e normës letrare, veçanërisht në drejtshkrimin dhe drejtshqiptimin, në zbatimin e tyre në praktik, në medje, në shkolla, në administratë, në hartime letrare tjera. Norma letrare është thelbësore për rrugën e identitetit gjuhësor dhe kulturor, një libër që merret me mësitë, thojza. E saj, ndihmon në forcimin e standardeve në shmangjen e pasaktësive që mund të përhapen në përdorim. Standardi I gjuhës letrare ruhet përmes arsimit, medjave, institucioneve dhe ndjeshimit të folësve. Ai nuk është thjesht rregull, por një mjet I rëndësishëm për komunikim, për të qenë për bashkim kulturor. Shaban Demija I thoshte: Gjuha letrare shqipe është gjuhë standarde, e strukturuar që shërben si instrument për të shkruar, për të komunikuar dhe për të ruajtur trashëgiminë gjuhësore dhe kulturore. Në librin Mësimit të normës letrare kemi synuar të ndryshojmë disa përqeshje thelbësore të gramatikës dhe përdorimit të drejtë e fjalive dhe ndërtimit e tyre në përputhje me natyrën e gjuhës shqipe, duke ofruar lexuesit me praktika dhe shkrimin e saktë, natyror dhe në përputhje me ligjet e saj të brendshme. Qëllimi I është për ta mbrojtur pastërtinë dhe bukurinë e shqipes në një kohë kur ndikimet e huaja shpesh erësojnë origjinalitetin e saj, shprehen të dy autorët. Në këtë libër, autorët synojnë të ndryshojnë çështje që lidhen me normën letrare duke analizuar gabimet e zakonshme në të folës dhe mos në të shkruar, dhe duke ofruar të sarta për përdorimin e drejtë të fjalëve, forma gramatikore dhe struktura sintaksore. Një nga vlerat kryesore të librit është qartësia me të cilën trajtohen temat. Dhe pse bëhet fjalë për një fushë teknike si gjuhësia, shpjegimet janë të kuptueshme dhe të kapshme për një audiencë të gjerë, jo vetëm për specialistët. Një aspekt tjetër I rëndësishëm është roli edukativ I veprës. Libri nuk vizohet vetëm në përshkrimin e normës, por synon edhe ndërgjegjësimin e lexuesit për rëndësinë e ruajtjes së kultivimit të gjuhës standarde.
Në një kohë kur ndikimet e huaja dhe përdorimi i pakujdesshëm i gjuhës janë gjithnjë e me të pranishme, kjo vepër shërben si një udhërfyes i vlefshëm për nxënës, studentë, mësues dhe të gjithë ata që përmirësojnë shprehjet e tyre në shqip. Porosia që del nga kjo vepër është se respektimi në normën fletërore është një përgjegjësi kolektive. Ai kërkon bashkëpunim mes autorëve, redaktorëve, mësuesve dhe vetë përdorusëve të gjuhës. Vetëm në këtë mënyrë mund të sigurohet se shqipja standarde të ruajë qartësinë, saktësinë dhe funksionin e saj unifikues në shoqëri. Një nga vlerat më të mëdha të gjuhës letrore është se ajo krijon një unitet kombëtar. Shqetësimet e autorëve përmbyll me një thirrje të ngutshme për themelimin e një lëvizje të gjerë dhe të organizuar që të synojmë ngritjen e kulturës gjuhësore në hapësirat shqiptare, e cila duhet të kishte për qëllim mbështetjen sistematike të gjithë atyre që merren me shkrime, publicistikë dhe komunikim publik, duke ofruar ndihmë profesionale për kualifikimin e përmirësimin e vazhdueshëm të kulturës së tyre gjuhësore. Në përfundim, imësia e normës letrore është një vepër me vlerë të veçantë për kulturën gjuhësore shqiptare, dhe jo vetëm që ndihmon në kuptimin të mirë të normës standarde, por edhe nxjerr një qëndrim të përgjegjshëm ndaj përdorimit të saj. Si e tillë mbetet një burim i rëndësishëm për këtë që synon të zotërojë shqipen në nivel të lartë korrekt. Autorëve e studiuesve palohet për këtë përshuku dhe mbrosh përshuku dëshojmë shëndet e sukseset të reja, ndërkaq libret e imësitë të normës letrore mirëpritjen nga të gjithë, veçanë nga dashamiet e pastërtisë së gjuhës standarde shqipe. Ju falenderoj për vëmendje. Faleminderit për fjalën dhe vlerësimin tuaj, profesor. Programi ynë vazhdon me një moment artistik. Me shumë kënaqësi ftojmë solistën e mirënjohur Lidie Pasoma, e cila do ta interpretoj këngën Për një fjalë. Yeah.
Falenderojmë zonin Pasoma për interpretimin e mrekullueshëm. Pas kësaj pike artistike, ftojmë njërin prej autorëve të librit, profesor Emrush Përçuku, për të ndarë me ne disa mendime rreth procesit të artimit të kësaj vepre. Përshëndetje për të gjithë, posaçërisht kryetarin Vivi. I falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Ndjehemi shumë të nderuar. Po tash neve s'na kanë bërë gjithë tjetër përveç se t'ju përshëndesim, sepse i thatë gjithash, mas i miri i thatë vetë recenzenti dhe zoti profesor Bedri Tahiri, besa selam mongo tas kryetarit, i thash shumë miri s'lagëve. Mirë po, gjithë shka s'kemi mundur të përfshim, sigurisht, bile në një rast dje, një kolegë këtu ndoshta është, thatë se s'po merrni me fjalë të reja, me fut fjalë të reja. Po, në njëherë është, momentalisht është problemi me i rujt këtë që i kemi. Sepse dhe këtë që i kemi, po nga deformohen. Kemi një dy pjesë ligjerate, kështu që mund t'i përmendim. Për emrin Kush, këta që merren me letra shqipe, gjoftarët e din, po dhe ju gjithë e dini, tash kur të them se bashkë që ashtu nuk thuhet, asë njerës kemi e thënë dhe nuk thuhet prapë. Për emrin Kush, e din të gjithë nxënësit edhe jetëritërit që është një përemër që përdoret vetëm për shëmorë. Dërsa në Shqipëri, posaçërisht, edhe ka nisë të shtrijet dhe ne, e përdorim në mënyrën më të gabuar, në mënyrën më të keqe, më të panatyrshme për gjuhën shqipe. Për shembull, themi me kë djalë erdhe, kur dihet që ky përemër nuk shoqërohet me emër. Ky përdoret vetëm. Ose kë djalë e pe. Këtë edhe e thonë me goxhanjë, një farë buri, një farë krenari, ndoshta nuk e din, po ajo ka ardhur, nuk ka qenë, është futur, tash është po praktikohet. Edhe për emri ne, fatkeqësisht edhe profesor gjuhë, edhe shkruajnë libra, i dëgjojmë shpesh, neve kemi punuar, neve kemi bërë këtë. Kur dihet që për emri neve, kështu kur e themi neve është në rasën dhanore. E duhet përdoret gjithmonë në rasën, kur fjala është gjithmonë në rasën emërore. Ne kemi bërë këtë, ne bëjmë atë, ne këtë, ne atë, po jo neve. Edhe e thonë edhe pak, me një farë, si po them diçka më ndryshe se tjerë, që do të thotë po e thotë keq, nuk po thotë ashtu si që duhet thuhet. Unë nuk po duhet të ngarkoj, ju falenderoj shumë. Libri ju përket gjithëve, e prekni mirë edhe do të bëj përpjekje që t'japim edhe diçka, sipas mundësive. Profesor, falenderit për fjalën dhe kontributin e çmuar. Të nderuar pranishëm, çdo vepër është fryt i një pune të palodhur, i përvojës shumë vjeçare dhe i dashurisë për librin. Libri që po promovojmë sot mishron pikërisht këto vlera. Në përmbyllje të pjesës së fjalimeve, kam kënaqësinë të ftoj edhe autorin tjetër, profesor Ferki Përçuku, që të merr fjalën. Përshëndetje për të gjithë, mirë se keni ardhur. Kryetar, falenderit nga zemra që na ka mundësuar promovimin e këtij libri në këtë ambient kaq të bukur e fladeshëm në të vakt të madhe vere. Po ashtu, ju falenderoj për punën e përkushtimin që jeni duke bërë në përkrahje të krijuesve në komunën e Vështresë. Aferin, profesor doktor
nga diploma mirë se ke ardhur. Kam poshtë një përshëndetje të veçantë edhe për ish-kryetarin e komunës, Bajram Lakun, profesor mirë se ke ardhur, Ndërshërëshën Medin Bunjakun, ish-nënkryetar e komunës, Debran Përçukun, po ashtu direktor, profesor që e në këto meba në shumë gjithë, se e në bërë shumë, e në ashtë në kohëve duke përshëndetur. Librin që përmojnë sot është e një rëndësi të veçantë për faktin që në kohën kur është mbajt Kongresi i Dëshimit të Gjuhës Shqipe në vitin 1970 në Tiranë, çështja sintaksore nuk u është vënë kujdesi i nevojshëm. Çështja sintaksore në atë kongres ka mbetë dorës së dytë, andaj ne gjatë punës me Mrushin ju kem përvjellë kësaj pune duke menduar. Nuk po them që ja kemi arritur e kemi qëlluar, po duke menduar që do ta bëjmë një punë të mirë përafërsisht, edhe do ta bëjmë një gorë në kalon e quajtur Ndërshkrimi i Gjuhës Shqipe. Në kalon e quajtur Kongresi i Ndërshkrimit të Gjuhës Shqipe, në kalon e quajtur Standardi i Gjuhës Shqipe. Shqipja ruhet vetëm prej shqiptarë, prej askujt tjetër. Disa përkthyes që janë duke bërë përkthime të ndryshme për gjuhët e tjera, janë duke ne deformuar gjuhën shqipe aq keq, sa që vërtet nuk mund t'i kuptosh shumë paragraf të aty në librave. Shumë paragraf në dalë të pa kuptimit. Për faktin që kanë bërë përkthime të drejt për drejta, e ne në gjuhësi aty në themi kalte. Kalten janë shumë të dëmshëm për në gjuhë, sepse e humbin originalitetin e gjuhës, e humbin natyrën e gjuhës, edhe kështu ajo gjuhë për mes tyre kalte shkon drejt rrëshqitjes në humner. Po marr vetëm një shembull. Folën guxoj. Shkrimtarët tonë, në pjesë nuk po them për gjithë, publicistët tonë e përdorin aq keq, sa që nuk ka të bëj fare në natyrën e gjuhës shqipe. Nuk thuhet në shkrime, policia jonë nuk guxon të sillet ashpër me qytetarë. Nuk thuhet në gjuhën shqipe, nxënësit tonë nuk guxojnë të thejnë rregullat e shkollës. Po në vend të kësaj për to fjali të tilla, ne kemi dhënë shembull këtë, është folja duhet. Policët tonë nuk duhet të sillen keq me qytetarë. Nxënësit tonë nuk duhet të thejnë rregullat e shkollës. Po fjali guxon natyrisht që ka vendin ato fjali ku duhet të përdoren. Unë nuk guxoj të hidhem nga kati 6, sa friga që mbytesh, ose nuk guxoj të futem në thellësitë e detes, se nuk di natë, friga ose mbytesh, atë ka. Po jo në raste të tilla ku po na përdorin këta, edhe mendojnë që folja guxoj gjithkohë mund të nxjerr fjalën duhet e fjalën mund e veç sa futen atë kocë kotë edhe po them sinqerisht është për vajtim, është për atim të gjuhë. Në një vepër të botuar, i sheh 50 gabime dreshkëmore, 50 gabime dreshkëmore në faqe u burë. Për nderë, por këna unë e Mrush, për këtë punu me nëzënës, se që nëzënës që ka po 3-14 gabime dreshkëmore ka në nesh. Edhe nuk na ka dhim të heq. Se e na shkri, të mënu, me amësua, atë dërshën për çdo orë të apërsërit, edhe më na e bo 14 gabime në faqe të artimit, në ishe për ata që nuk din, edhe ashtu e kemë shpërbyer. Kështu që mos e za shumë se na lodh me diskutime dhe në lodh, se në rrasë diskutime për plot, veç duhet të them edhe një. Me Mrushën morëm vesh ta titullojmë imtësi të normës letrare. Nga një profesor universitar doktor i gjuhës, tash person, e patën në këshillë tha bënë çështje të normës letrare, jo imtësi të normës letrare. E tha profesor për teorinë në rrasash. Me botë çështje të normës letrare duhet me mbush librin teori shumë. E njerëzit sot po e vënë kryet me lexuar nuk lexon kërkush, e ne i bojmë imtësi vetëm docentët e imta të drejt për drejta që kanë, edhe do të bëjmë sharime shumë të vogla për ato që i shkruajnë. Pa teori me shumë praktikë. I faleminderit, pasi faqen e barë, edhe mirë pafshim në thjerrat lexime të këndshme. Në vazhdim të programit artistik do të kemi kënaqësinë ta dëgjojmë solistin Shaban Krasniqi, i cili do ta interpretoj këngën Unë biri yt Kosovë,
dhe artistën tonë të teatrit, Tuana Grabovci, e cila na paraqitet me poezinë Gjua Shqype. Edhe ndihet t'uj kumbue, por si fleta e kerubinit, ka I vjen qejve të fluturue, në zjartat valle të amshimit, pra malku. Nja I birë shqiptare, që këtë gjutë përëndis, trashëgjem që nada I pare, trashëgjem s'jala na I fnis, edhe ati ju thoft po goja, që e përbut këtë gjuhinore, që në gjutë huj, kur s'është nevoja, fletet vetën plenë bazdore. Në gjuhë shqipe nana tonë, Shqipëri djepit na kanë thanë, se është një zot që do t'a dona, një që jetën na ka dhanë.
Edhe Shqip na thanë se Zoti, për Shqiptar Shqipërinë e fali, se sa të enden stina e moti, do t'a gëzojmë këta djalë mbas djali. Pra Shqiptar, çdo pjesë që t'jeni, gege tosk malsi qytete, gjuhën tuaj kur mos ta lini. Mos ta lini sa tjeta, po për të gjithmonë punoni, se sa të mbani gjuhën tuaj, fisi juaj vendi zakoni, kanë me mbajt lartë kambës tuj. Në përgjush Shqipe bota mbarë, ka me u njoftë se qëfes ju keni, ka me u njoftë ju për Shqiptar, të rima në za, si kur se jeni. Andaj pra, ne do një fisin, mali, bregu dhe malsia, gjithë një goje sot prohorisin, me gjut vetën, rnoft Shqipnia. Falenderojmë solistin Krasniqi dhe artistën Grabovci për interpretimin e shkëlqyer. Të nderuar pjesëmarrës, po e afrohemi fundit të kësaj ceremonie të promovimit të librit Imtësitë të normës letrare. Më lejoni që në emër të kryetarit të Komunës së Vështrisë, zotërit Ferit Idrizi, në emër të këshillit organizues dhe në emër të autorëve, t'ju falenderojmë për praninë dhe vëmendjen tuaj. Urojmë që kjo vepër të gjejë vendin e merituar në bibliotekat tona, në institucionet arsimore dhe në duart e çdo lexuesi që e çmon gjuhën shqipe. Për gjithë ju që dëshironi ta keni librin, mund ta merrni tani tek autorët. Vetëm e kemi një kërkesë dhe një lutje nga ana e autorëve, të gjithë ju që jeni nga e njëjta familje dhe disa anëtarë të familjes këtu, mundësisht vetëm njëri prej tyre ta marr librin, për shkak se kemi mungesë të ekzemplarëve. Ju falenderoj shumë edhe një herë për pjesëmarrjen dhe miru takofshim në ngjarjet e radhës.